Përshëndetje në kushina, një recetë sot kam vendosur me ndo me juve edhe një recetë si ta përgatitin një ushqim të shpejt, të shishëm që e dojnë të gjithë. Krejt që kanë nevojitën prej përberzve janë mish dynerit pulës, që e kom përgatit recetën e keni në kanalin tim, pra si përgatitet mishi i dynerit pulës, që bëhet tepër i shishëm edhe kanë provu shumë otra, janë do shumë të kënaqura, e keni gjithmonë tek akullin e friz, sart, një fyn, veç e nxarni e preni me thikë në copa siç po shihni. Edhe qëtni në një tigan edhe ka gardisni me pak vaj. Në unën tjetër na nevojitet lakër, pra salat, e kemi grish të holl, hudhër e blume, 2 kastraveca turshi ku ngrit tash për përgatitjen e sosit, ujë të kastravecave turshi pak, mustard për ndryshe senf, në unën tjetër pra majonez, ketchup edhe fora të sosomit. Pomfritat i kom shti në furrë me pjek pra për një 10 minuta në temperaturë 230 gradë, i kom krypos pak edhe që t'jen pra në tepsi mbi letër për pjekje mos të marrin shumë vaj, pa pik vaj, pra që pjeken mirë. Dhe bismillah fillojna me njëherë me përgatitjen e sosit. Ku i kemi gri pra edhe 2 kastraveca, marrim ujë të kastravecave turshi, mandej e morim majonezin, shtojna tash pra ketchup, mustard është jo krejt i djegës, mes pra, as i djegës, as i pa djegës. E qesim një lugë të gjellës, për ndryshe sënd. Edhe marrim tash të forat të sosomit. Hudhër blume, e përzina pra edhe sosin. Tash të e kom lëshu pra edhe shpëretin, ploqen, pak vaja kom qip një gan, e ka verdisi mishin e pulës pra dynerit. Në unën tjetër i shepni pomfritat, i kom pjek pra në furrë, temperaturë 230 gradë, një letër për funi, edhe veç pak krep i kom përzi kështu për 10 minuta. Basi kemi pjek edhe mishin e dynerit në tigan, tash të morëm bismillah pomfritat mas pari edhe i qesim në për pjata. Basi kemi qitë edhe pomfritat, tash e morëm mishin e pulës, pra mishin e dynerit edhe e qesim mbi pomfrita. Një ushqim i shpejt që ju kënaq gjithë familjen. Edhe keni mishin hazër gjithmonë, e dini që është për përgatitjen me çfarë duarve në frizin e juaj. Edhe bëhet super i shishëm. Ato që e kanë provu e din vetë ato motra, kështu që provon. Tash morrim sosin, e qesim përmi mish të dynerit. Një sos tepër i shishëm, që kom ju kënaq. E shifni mbasi që ta provoni. Tash morrim sallatë. Mundëm edhe forat e djegësa, unë ja qas për veti, por për fëmijë pra, ata nuk e kanë qef. Forat speca, po djegësa, si kurse me qebapa që i përdorim. Ja kemi qitë pra krejt salatën, tash të prap morrim sos që e kemi përgatit edhe mbi salatë.
Kështu pra duket. Në fund, neve na beft mirë nga një gotë ajran që e përgatiti me kos me pak krepet rëzojna e pak ujë. Ju, nëse provan një lumë shindur se kam ju knaq pra recetën e gjeni të kanali, e mbi shkrune mish dynirit edhe ju del automatikisht. Provan edhe bindin e vetë shia fantastike. Ju përshëndes edhe një herë nga zemra, faleminderit për përkrojnë që ma beni, komentet e bukra. Deri në recetën e radhës nga Kuzhina Nerit, ju them miru pofshim.